Mbyllen hetimet për rrjetin ndërkombëtar të drogës që trafikoi kokainë përmes një ngarkese prej 48 tonësh lëkurë gjedhi nga Amerika Latine drejt vendit tonë. Kokaina e një cilësie të lartë e papërpunuar ishte fshehur në 850 lëkurë të kripostura bagëtish. Ndarja do të kryhej në një laborator në qerek të Krujës nga venezuelian dhe kolumbian, që sipas PAK njihen për ekspertizën e tyre të thelluar në trajtimin dhe përpunimin e kokainës. Po ashtu, ambiente ndihmëse janë përshtatur edhe në Tiranë dhe Durrës. Aftësia e tyre për të ekstraktuar kokainën nga materiale organike si lëkurat e bioaktive e kthente drogën e papërpunuar në një produkt të gatshëm të cilësisë lartë për tregun shqiptar dhe atë europian. Ky bashkëpunim tregon jo vetëm për masën ndërkombëtare të grupit, por edhe synimet e tij për të operuar në nivele të larta të organizimit dhe përdorimin e teknologjisë së avancuar në përpunimin e drogës. 7 nga personat që përfunduan pas hekurave janë shqiptar. Prokuroria njoftoi se lejoi që 2 ngarkesat e tyre të fundit në shtator dhe nëntor të gjurmoheshin që nga vendi i origjinës e deri në Shqipëri për të provuar ekzistencën e grupit kriminal, derisa në nëntor të 2024-s finalizoi operacionin me 10 mandate arresti. Struktura e grupit përfshinte role të mirë përcaktuara: financues, transportues, përpunues dhe shpërndarës, të cilët siguronin investimet, pajisjet dhe përbërësit kimik për të bërë ndarjen nga lëkura e gjedhit në kokainë të pastër. Transportuesit dhe përpunuesit lokal luanin rolin e tyre për të siguruar lëvizjen e sigurt të drogës dhe të pajisjeve, ndërsa shpërndarësit kishin detyrën për ta futur drogën në tregjet e destinuara. Hetimi intensiv i zhvilluar për më shumë se një vit është udhëhequr nga prokurori Adnan Xholi në bashkëpunim me agjencitë e huaja ligjzbatuese. Më herët, SPA ka hetuar edhe një tjetër rast të trafikut transnacional të drogës të fshehur në pleh kimik, laboratori i së cilës ishte ngritur në Frakull të Fierit.